Blogeria e njohur Efi Dhedhës ka tërhequr së fundmi vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale me një postim që nuk ka kaluar pa u komentuar. Në llogarinë e saj në Instagram, ajo ka publikuar disa fotografi të realizuara nga një ambient dasme, ku shihet e kuruar dhe në formë perfekte. Megjithatë, ajo që tërhoqi më së shumti interesin e ndjekësve nuk ishin vetëm imazhet, por mbishkrimi që i shoqëronte ato. Një martohet, 100 tërbohen, ka shkruar Efi, duke lënë të kuptohet se mesazhi i saj kishte një dozë ironie dhe thumbimi. Ky koment ka ndezur menjëherë diskutime mes ndjekësve, ku disa mendojnë se ai i drejtohet një personi konkret, ndërsa të tjerë shohin si një shaka tipike të stilit të saj. Kjo nuk është hera e parë që Efi ngjall kuriozitet me postimet e saj. Ajo shpesh di të përdor humorin dhe thumbat e holl për të krijuar debat dhe për të mbajtur vëmendjen tek vetja. Ndjekësit e saj janë mësuar me këtë stil komunikimi, por gjithsesi, çdo deklaratë e saj hap një val reagimesh dhe komentesh të ndryshme. Pavarësisht interpretimeve, një gjë është e sigurt. Efi ka arritur sërish të jetë në qendër të vëmendjes dhe të bëhet temë diskutimi në rrjetet sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.